pash një statistik, prej vitit 2010 kishin qenë 32.000 lindje në vetë, tash kovet fundit kish ranë në 20.000, do më thonë janë humbur mira lindje, e këto duhet me pas, ne kemi qenë kështu të parët edhe në Balkan edhe ma gjerë, me numrin e lindjeve, dhe jemi krenu ndoshta edhe për këtë rini që kemi qenë populli ma i ri në Evropë, duhet me marë parasysh që tash ata trit po plakën, politikat për të moshuarit lënë shumë për të dëshiruar, na nuk kemi me pas tri që me na mbajt neve, kështu që po besoj që zinxhiri edhe duhet sa ma shpejt me pas intervenime që mos me mbet bar e dikujt edhe trive mi u mundësu hapësirë që me i leju me bo planifikime familjare për me kryu familje. Nuk ka mundësi financiare që ti me ndu fëmin e dytë ose tretë për shkak të çmimeve tepër. Absolutisht, të rinjë sot e kanë këtë hall shumë të madh sepse ne kemi pas që unë e për marrë një shembull me djalin tem para disa jave, ku ka pas një problem mes kopshtit edhe komunës ndërpretet energjia elektrike, edhe duhet me lëshu punën, me shku, tashat nuk kesi me adal. Edhe e pas ke provu, po më do këtë dritë. S'kan zemja, rryma. Jo, në një farë forme shoqëria jo, do me thonë, si qytetarët Kosovës, na nështë ta më tepër po mbjetojmë se sa po jetojmë. Sepse kur ty çështjet bazike, ekzistenciale, ta bëjnë atmosferën ose kohën me kalu me fëmin shtëpi luks, atëherë ka shumë faktore dhe në shumë gjana që duhemi me reflektu edhe me mendu pak ma Idin ato pikpytje që lypin një përgjigje, definitivisht. Më thonë, janë veç 20% grave në Kosovë, 50% popullsis aktive në tregun e punës. Kjo është e mjaftueshëm e arsyetueshme se si trajtohen gratë në shoqërinë tonë. Në fakt, si që po e shohun edhe pëthuaj se në fund të bisedës, problemi kryesor dhe halli më i madh, po flasë për vendin tonë Kosovën, është gjendja ekonomike dhe halli se po na shkon rinia jashtë, ne që tha edhe Brikena, definitivisht ne të rinjt që ishim dikur, po plakime, kemi më bo shumë pleq me pak tri, kush ka më na këshyrë neve? Okej. Baza ekonomike për se këtën superstrukturën juridike. Jeshtë shteti funksioner nëse ka një ekonomi qëndrueshme. Ne du të me kriju një ekonomi qëndrueshme, afat gjatë, qëndrueshmëri ekonomike dhe përsen qëndrueshëm, me 500 euro normal që çdo i ri i re nuk krijon familje ose nëse bjen nataliteti një fëmijë ose dy, normal se s'ka qëndrueshmëri ekonomike. Jeta është ndryshe, është